Njerëz të dashur, tash kum vendos me ja postue pjesën e dytë që e kum pa si lloj dokumentari për me tregue që Mitrovica e Veriut është e shliruar nga strukturat paralele serbe dhe mundesh me qetit të gjithë Mitrovicën pa asnjë problem, sepse njeri që i ka dhënë shumë kontribut kësaj pjese e ka bo me mund e sakrifit. Por disa media tona o mundoftën me mshef këtë pjesë, mundoftën me mshef këtë shlirim historik nga strukturat paralele serbe. Unë e kum vendos me ju tregu juve çdo sen. Prandaj këshir në pjesën e dytë, pastaj mas kësaj na vjen pjesa e tretë. Ura e Veriut, simbol i bashkimit. Pas këtyre ngjarjeve historike, Mitrovica e Veriut mori një simbol të ri të shpresës. Ura e Veriut nuk është vetëm një struktur betoni, mbi lumin ibër, por një urë që lidh komunitetet, kulturat dhe njerëzit. Ajo përfaqëson unitetin, bashkëpunimin dhe të ardhmen e përbashkët që qytetarët e Mitrovicës dhe e gjithë Kosovës e meritojnë. Ky qytet tregoi se edhe pas vështirësive më të mëdha, kur ka guxim, vendosmëri dhe sakrificë, bashkimi dhe shpresa mund të triumfojnë mbi ndarjen dhe tensionin. Dhe jo vetëm kaq. Në të njëjtën kohë, Kosova rifitoi edhe liçenin e Ujmanit, një pasuri jetike për ujin dhe energjinë e vendit. Ai u çlirua nga çdo ndikim paralel dhe u vendos nën kontrollin e institucioneve të Kosovës.